Edhe për përmbytjet e këtij viti, shkak nuk janë vetëm rreshjet e shumta, siç po mundohet të justifikohet qeveria, por edhe mungesa e digave dhe argjinaturave të lumenjve, mos pastrimi i kanaleve kryesore zonale dhe mos funksionimi i hidrovorëve. Informacioni i ardhur në pamfleti tregon një aferë tjetër financiare të Frida Krifcës, kur ajo ishte ministre e bujqësisë në vitet 2021-2023 me zhvatjen e fondeve për digat e lumenjve, argjinaturat, hidrovoret dhe kanalet kulluese kryesore, në dosjet e investimeve dhe tenderimeve të Ministrisë së Bujqësisë të viteve 2021-2023, në dokumente thuhet se janë ndërtuar digat e lumenjve, argjinaturat dhe investime në hidrovoret e zonave, me garanci 10 vjeçare për të përballuar sasitë e rreshjeve dhe evadimin e tyre, por realiteti në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Fushkruj, Durrës, Fier, Vlorë, Lushnjë, Maliq, Roskovec, Berat, Dimar dhe zona të tjera tregon se sistemi i menaxhimit të ujërave të rreshjeve është jashtë funksionit. Megjithse 2 vite më parë janë bërë investime me vlerë 28 milion euro, përveç 59 milion eurove të investuara në vitet 2017-2021. Kjo tregon se edhe milionat e tenderuara gjatë viteve të drejtimit të Frida Krifcës janë vjedhur duke mos ndërtuar, mos riparuar dhe mos mirëmbajtur digat e lumenjve, argjinaturat dhe të gjithë sistemin e shmangjes së përmbytjeve. Sipas dokumenteve, tenderet e këtyre fondeve, Krifca padyshim me bekimin e Edi Ramos, u dha klientëve të qeverisë, Pollum Salillari, Rok Gjoka, Bashkim Ulaj, Ndue Kola dhe të tjerëve që njëkohësisht kanë shkatruar shtretërit e lumenjve me nxjerrje rëre e zhavorri. Gjatë drejtimit të Ministrisë së Bujqësisë nga Frida Krifca janë zhvilluar 43 tender për ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e digave dhe argjinaturave të lumenjve Buna, Drin, Fan, Kir, Osum, Shkumbin, Seman, Vjos, Ishëm, Mat, Devol dhe disa degëve dhe përrejnve të tyre për gjatë zonave të banuara dhe tokave bujqësore. Vetëm gjatë viteve 2023-2025, qeveria u ka dhënë edhe 17 milion euro bashkive të zonave me rrezik përmbytjesh për të mbajtur në gatishmëri kanalet kryesore kulluese. Në disa lumenj dhe përrejnë, digat dhe argjinaturat nuk janë ndërtuar fare. Në disa zona punimet janë bërë gjysmake dhe pa cilësi, ndërsa hidrovoret nuk funksionojnë dhe kanalet zonale nuk janë pastruar. Fondet janë vjedhur përmes dokumenteve fiktive të punimeve dhe shërbimeve të pakryera. Në dosjet e Ministrisë së Bujqësisë figurojnë sikur punimet janë kryer dhe janë me garanci për të përballuar rreshjet dhe për të evituar përmbytjet. Pas aferës së 138 milion eurove me fondet e BE-s, përmbytjet e ditëve të fundit zbuluan aferën tjetër të Frida Krifcës me fondet për digat e lumenjve, argjinaturat, hidrovoret dhe kanalet evaduese të ujrave.